Alo, jam Bashkim Ulaj. Do të dërgoj një njeriu tim dhe jepi 100.000 euro. Kjo ishte skema që personat e përfshirë dyshohet se përdorën për të bindur pronarin 70 vjeçar të një pike këmbimi valutor në zonën e 9 kafshëve në Tiranë që të dorëzonte 100.000 euro. Detajet e reja tregojnë se mashtruesit nuk u mjaftuan vetëm me një mesazh në WhatsApp. Ata dyshohet se përdorën inteligjencën artificiale për ta bërë komunikimin më të besueshëm, duke përdorur imazhin e biznesmenit Bashkim Ulaj. Sipas Ora News, në telefonin e 70 vjeçarit mbërriti fillimisht një komunikim nga një numër që pretendoi se i përkiste Ulajt. Personi në anën tjetër i kërkoi 100.000 euro dhe i tha se do t'ia kthente shumë gjatë pasdites në Lakeview. Për ta bindur se po komunikonte vërtet me biznesmenin, gjatë komunikimit u përdor edhe kamera. Sipas detajeve, me anë të inteligjencës artificiale në ekran u shfaq për pak sekonda një imazh i Bashkim Ulajt. Biseda zgjati pak. Më pas 70 vjeçarit ju komunikua se një person do të shkonte në pikën e këmbimit për të marrë shumën. Pronari i exchange-it e besoi komunikimin dhe përgatiti 100.000 euro. Një person shkoi në subjekt dhe mori paratë, ndërsa 70 vjeçari priti që shuma t'i kthehej në orarin e përcaktuar. Por pasditja kaloi dhe askush nuk shkoi për t'i kthyer 100.000 eurot. 70 vjeçari ka tentuar të kontaktonte përsëri numrin me të cilin kishte komunikuar në WhatsApp, por nuk mori përgjigje. Në këtë pikë ai kontaktoi drejt për drejt Bashkim Ulaj. Biznesmeni i bëri të ditur se nuk kishte dieni për kërkesën e 100.000 eurove dhe se nuk kishte zhvilluar komunikimin në fjalë. Vetëm pas kësaj telefonate, 70 vjeçari kuptoi se kishte rënë në një skem mashtrimi dhe ju drejtua policisë. Hetimet e sektorit për hetimin e krimit ekonomik dhe financiar quan në operacionin e koduar shuma. Policia arrestoi Brian Sericën, 31 vjeç dhe Skerdi Metën, 23 vjeç, ndërsa shpalli në kërkim një 31 vjeçar të identifikuar vetëm me iniciale RH. Hetimi nuk ka përfunduar, policia po punon për të identifikuar dhe kapur personin që shkoi në pikën e këmbimit dhe mori fizikisht 100.000 eurot, si edhe persona të tjerë që mund të kenë marrë pjesë në këtë skem mashtrimi.